Ikona e mirënjohur e muzikës popullore shqiptare, Remzi Osmani, rikthehet fuqishëm në skenën muzikore me një projekt të ri artistik, i cili jo vetëm që pasuron diskografinë e saj të pasur, por edhe forcon edhe më tej lidhjen e veçantë që ajo ka ndërtuar ndër vite me publikun. Me një karrierë të gjatë dhe të suksesshme, Remzia vazhdon të dëshmojë se mbetet një nga zërat më autentik dhe më të dashur të muzikës tradicionale shqiptare. Kënga e saj më e re, e titulluar Zoe Rand, sapo është lansuar dhe vjen si një dedikim i ndjerë, i fuqishëm dhe mjaft domethënës për të gjitha gratë. Përmes kësaj kënge, artistja ngre lart figurën e gruas shqiptare, duke e paraqitur atë si shtyllë të familjes, simbol të sakrificës, qëndresës dhe dashurisë së pakushtëzuar. Mesazhi i këngës është i qartë. Gruaja meriton respekt, vlerësim dhe nderim, jo vetëm në momente të caktuara, por çdo ditë. Ky projekt mban vulën e plot artistike të Remzi Osmanit, duke reflektuar përkushtimin dhe dashurinë e saj për muzikën. Përveç interpretimit të fuqishëm dhe emocional, që është bërë tashmë shenjë dalluese e saj, këngëtarja ka marrë përsipër edhe kompozimin e këngës. Melodia është ndërtuar me kujdes, duke ruajtur frymën tradicionale, por njëkohësisht duke i dhënë këngës një ndjesi të freskët dhe të dëgjueshme për publikun e sotëm. Teksti i Zoe Rand është rezultat i bashkautorësisë me Sagron Jasharit dhe vetë Remzia Osmanit. Fjalët e zgjedhura me kujdes, vargjet e ndjera dhe figuracioni i pasur krijojnë një rrëfim emocional që prek zemrën e dëgjuesit. Teksti përcjell vlera, ndjenja dhe mesazhe që rezonojnë fort me realitetin shoqëror, duke e bërë këngën jo vetëm një krijim muzikor, por edhe një thirrje reflektimi. Me një herë pas publikimit, Zoe Rand është bërë disponueshme në të gjitha platformat muzikore digjitale dhe ka nisur të marrë reagime shumë pozitive nga publiku. Fansat e shumtë të Remzia Osmanit po e mirëpresin këtë projekt si një rikthim të denjë dhe një tjetër dëshmi të talentit dhe profesionalizmit të saj. Komentet dhe pëlqimet e shumta tregojnë se kënga po pritet me entuziazëm dhe po gjen vend të veçantë në zemrat e dëgjuesve. Me këtë projekt të ri, Remzi Osmani dëshmon edhe një herë se muzika e saj vazhdon të ketë forcën për të bashkuar breza, për të ruajtur traditën dhe për të përcjellë mesazhe të fuqishme shoqërore, duke e bërë Zoe Rand një këngë që pritet të dëgjohet gjatë dhe të mbetet pjesë e pandashme e repertorit të saj artistik. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.